Radio Televizioni Shqiptar kremton sot 65 vjetorin e fillimit të transmetimeve të tij, duke shënuar një gur kilometrik për historinë kombëtare, në shërbim të informimit të publikut, duke ruajtur kulturën, gjuhën shqipe dhe pasuruar artin. Në vitin 1960, RTS nisi transmetimet vetëm për një territor të kufizuar, e më pas ushtrinë të gjithë Republikën, duke mbuluar sot që flasim hapësirën më të madhe gjeografike nga të gjitha mediat audiovizive të vendit. Duhet kujtoj me nostalgji gjithë këto vite, sidomos 40 vitet e mia të punës në radio televizion, ashtu siç dua të kujtoj të gjithë së bashku, të cilët me punën e tyre, me përkushtimin e tyre i dhanë radio televizion shqiptar një dritare që u bë shumë e dashur për teleshikuesin të tërë trojet shqiptare. Ishte një, domethënë RTS-ja i vetmi stacion kanal televiziv që shikohej në mbar Shqipërinë, gjithandej dhe kudo që shkoja më pëlqente se në një farë mënyre, sikur më përkëdhelej sedra kur njerëzit më njihnin dhe flisin me shumë emocion. Dashuria e parë dhe e fundit e imi në radio televizioni shqiptar kaq. Do të thënë në të gjithë energjitë tona i kena hedhë tek ky institucion. Këtu rritëm, këtu formum emër, i uroj me zemër ditëlindjen. RTS prodhoi në më shumë se 6 dekada programe që synuan të jenë gjithëpërfshirëse, duke patur në vëmendje informimin, edukimin dhe argëtimin. Sot në 65 vjetorin e themelimit, RTS numëron me qindra programe tematike, dokumentar, seriale dhe filma televiziv, koncerte, recitale, festivale muzikore kombëtare, pa lënë mënjan gjinin e skenës së teatrit. Sot Radio Televizioni Publik feston dhe nderon me krenari 10 gazetar, muzikant, artist, skenarist, teknik, kameraman, punonjës të prodhimit televiziv që kanë dhënë kontribut të çmuar në pasurimin e programacionit në 6 dekada të radio televizionit shqiptar. RTS është transmetuesi i vetëm publik në Republikën e Shqipërisë dhe synon të përparojë në kohën e teknologjisë dhe sfidave që sjell zhvillimi në fushën e medias audiovizive. Sot Radio Televizioni Shqiptar është televizioni i historisë së shqiptarëve.